Një platformë e re digjitale e krijuar në Korçë synon të ndryshojë mënyrën se si shqiptarët lexojnë libra në gjuhën shqipe dhe njëkohësisht të mbështesë autorët vendas. Libra24.al vjen si një librari online, ku lexuesit mund të blejnë libra në mënyrë të menjëhershme dhe t'i marrin ato në format elektronik, pa pritur ditë të tëra për transport. Krijuesi i platformës, Florenc Duhanxhiu, shpjegon se përmes këtij shërbimi, çdo lexues mund të blejë libra me kartë krediti ose debiti dhe t'i shkarkojë direkt në email në format PDF. Sipas tij, kjo u jep mundësi shqiptarëve kudo në botë të kenë akses të menjëhershëm në librin shqip. Libra24.al është një platformë e cila është një librari online ku lexuesit e librave shqip mund të hyjnë dhe të blejnë librat e tyre direkt me kartën e tyre të kreditit ose kartën e tyre të debitit. Dhe pas blerjes direkte libri vjen në format PDF në email. Kjo do të thotë që nuk është nevoja që të presin transportin disa ditor, ose kudo që janë nëpër botë për shqiptarët e migrantë, mund të lexojnë libra shqip. Por përveç lexuesve, platforma synon të sjellë një ndryshim të rëndësishëm edhe për vetë autorët. Çmimi i librave vendoset nga autorët, ndërsa të ardhurat nga shitjet shkojnë drejt për drejt tek ata, duke shmangur kostot e larta të printimit dhe shpërndarjes, që shpesh reduktojnë fitimin e tyre. Çmimi i librave vendoset nga vetë autori. Vetë platforma ka dhe në fokus autorët, të cilët tërë këto vite janë jo të vlerësuar për punën e tyre. Po këtë radhë, do me thënë, kjo platforma asiston autorët në pjesën e shitjeve të librave dhe në pjesën e marketingut. Kjo do të thotë që të ardhurat e librit shkojnë direkt në autorët, në mënyrë të drejtpërdrejt dhe pa ndërmjetës. Ideja për krijimin e Libra24.al lindi pas një bisede me një autor libri, i cili shprehu zhgënjimin për të ardhurat e ulta dhe mungesën e transparencës në tregun e librit. Ndërtimi i platformës zgjati rreth 8 muaj dhe sot ajo ofron një sistem ku autorët mund të ndjekin shitjet dhe të kenë një pasqyrë të qartë mbi lexuesit e tyre. Ndërtimi i platformës ka zgjatur rreth 8 muajsh. Ideja ka ardhur pasi kam pirë një kafe me një autor libri i cili më ka thënë që është shumë i zgënjur për të ardhurat që fitojnë autorët, duke qenë se një libër që kushton 10 euro të zemë, 30% merr libraria që shetë, pjesa tjetër shkon për printim dhe për distribucion, dhe në fund fare një autor për një shitje fiton vetëm 1 euro nga shitja e një libri. Plus kësaj, në fund të vitit nuk e ka të qartë se sa libra janë shitur, sepse nuk ka një sistem gjurmimi dhe transparence për autorët shqiptarë. Dhe pas këtij takimi vrapa mendova se si teknologjia mund të ndihmojë autorët të kenë transparencë të plotë dhe të ndjekin shitjen dhe të dinë se kush është blerësi i librave të tyre, për të njohur audiencën e tyre. Kjo është platforma e parë e këtij lloji në Shqipëri dhe tashmë ka nisur të tërheqë interesin e autorëve. Në katalogun e saj përfshihen libra për fëmijë, përfshirë edhe botime të dedikuara për fëmijët në spektrin autik, libra shkollor, si dhe romane e poezi nga zhandre të ndryshme. Kjo është platformë e pare të këtij lloji shërbimi në Shqipëri, jemi krenar që kemi ndërtuar, dhe autorët e kanë përqafuar si ide. Tani shpresojmë që edhe lexuesit, kudo që janë lexuesit shqiptar nëpër botë, ta përqafojnë ata si ide dhe ta përdorin si platformë. Lidhet me profesionin tuaj? Po, unë vetë kam mbaruar inxhinier softwares dhe jam programues, dhe kam agjësinë time prej vitesh këtu në Korçë që merrem me shërbime ndërtimi website, aplikacione, sisteme për bizneset. Kurse këtë lloj sistemi dhe platformën ja kam dedikuar vetëm autorëve shqiptarë. Po, çfarë grup moshesh përfshihen apo të gjitha? Kemi, domethënë, që libra për fëmijë, kemi një autor libra që merret dedikuar për fëmijët të sektit autik, dhe më pas se kemi dhe libra shkollor nga profesori Islam Malikaj, që është një nga profesorët më të mëdhenj në fushën e matematikës dhe krijimin e olimpiadave. Dhe pastaj vazhdojmë me romane, poezi, librat e seksionit të ndryshëm. Me afrimin e sezonit veror, krijuesit e platformës ftojnë lexuesit që të shfrytëzojnë teknologjinë për të lexuar kudo që ndodhen, qoftë në telefon, tablet apo laptop, madje edhe buzëdriti. Duke qenë se po vjen dhe vera, do të sugjeroja që të blini një libër digjitale, ta lexoni qoftë kudo që janë, nga telefoni, nga tableti, nga laptopi, ndoshta edhe buzëdriti, se po vjen sezoni turistik. Ftoj të gjithë lexuesit shqiptar kudo që janë nëpër botë të vizitojnë platformën tonë Libra24.al, të zgjedhin librat e tyre të preferuar dhe t'i aksesojnë direkt kudo që janë nëpër botë nëpërmjet telefonit, tabletit ose laptopit të tyre.
lexim të mbar. Libra 24.al synon të bëhet një urë lidhse mes autorëve shqiptar dhe lexuesve të tyre, duke sjellë më shumë akses, transparencë dhe mbështetje për librin shqip.